Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek fetavat e Sheikhul Islam Ibn Taymijes. Në dersin e kaluar kemi folur për itikafin, haxhin dhe kurbanin. Sonte do nisim për kaptinën e shitblerjes, kaptinën e kamatës, e kështu me radhë. Si pik e 622 thot fetvaja e Sheikhul Islam Ibn Taymijes është se nuk është kusht të përmendet fjalë dhënje apo marrjeje gjatë shitblerjes apo dhuratës për çdo send që e konsiderojnë njerëzit shitblerje apo dhuratë është e tillë pa ndonjë kusht. Nëse dihet domethënë një shprehje caktuar se cili popull i ka shprehjet e veta, nëse aludon në shitblerje apo dhuratë gjëra të tilla, atëherë nuk është kusht që më thon filan fjala duhet më thon apo nuk duhet më thon. Çdo send që ka dobi lejohet mu shit. Në origjinë thot vënia e kushteve gjatë shitblerjes është halal. Tani qesish kushtet edhe pastaj pranon normalisht ato gjëra të cilat janë të lejuara. Lejohet blerja e shpendëve për shkak të zërit të tyre nëse lejohet të mbyllen. Për shkak të zërit të tyre që janë të bukur apo që ndikon tek njeriu lejohet. Thot lejohet shitblerja e sendeve të papërshkruara. Por thot blersi ka zgjedhjen kur ta shë atë artikull. Më thonë e këqyr e pastaj normalisht vendos. Shitja e artikujve me cilësi të shëndosha është e vërtet. Lejohet thot shitblerja e artikujve me copë. Normalisht na këto e dim krejt që nuk më marr me shumicë çdo herë, mirë po me copë më i marr. Bile ma herët tek ne, për shembull dikush me pas marr një patligjon, një kep, një spec, u kon e çuditshme tek ne. Ndërsa kohëve të fundit tash, po i marrësh 2 patligjona, 2 speca, një kep, edhe nuk po është problem. Domethënë ajo ka hija ajo tradita e të hujve që ka qenë qysh është tek në Evropë apo ku e diuna, tek ne nuk ka qenë kështu. Për shembull ke marr 2-3 kg, 1 kg ku e diuna. Pastaj thot lejohet shitja e delës së therrur zbashku me lëkurën e saj apo edhe pa të. Lejohet shitja fidaneve në një vend ku do të zhvillohen me siguri. Nëse shet diçka edhe nuk e përmend çmimin, atëherë shitet sipas çmimit të ngjajshëm të artikullit, ashtu si në çështjen e mehrit në kurorëzim. Mjetet e kanë dispozitën e qëllimeve, pikrisht për këtë. Çdo e lejuar që dërgon në haram është haram. Sipas kësaj rregullave ndalohet shitja, ma konkretisht tash po e potencon, shitja e rushit i cili përdoret për prodhimin e alkoolit, nëse e di me siguri se do të përdoret për këtë, apo ja merr mendja. Më thonë, nëse e din që ti po e shet, apo për shembull tek ne siç janë ato vendet të ndryshme ku mbillet, do thotë për vreshtari, ku mbillet rushi, edhe marrin rushin edhe çojnë nëpër fabrika të birës, alkoolit, ku e dione edhe më thonë këto gjëra, normalisht bira është prej Elbit, edhe dihet destinacioni. Shkurt i merr rushin edhe çon tek fabrika e alkoolit, kjo nuk lejohet. Po ti mundesh me thonë në një aspekt që apo më intereson, unë thjesht pasuninë tim, unë thjesht mallin tim po e shes halal, nuk ka problem. Po qëllimin e ki. Për shembull, ma konkretisht me ardh dikush edhe më thon, a ki mundësi që breska apo që të thik me mashit se filon çtu ka shi po du me evra, po du me mbyt. A kemi ashiti? Jo. E pse këto jo e këto po? Domethënë për ta kuptuar, domethënë mjetin edhe qëllimin. Është e papëlqyer thot dëshira për rritjen e çmimeve të artikujve. Ta ngon me pas njerëz vetë çysh me rrit çmime. Çysh njerëzit me përfitu sa më shumë. Po mirë, nuk ka rritje të çmimeve, për çka po e rrit çmimin? Mbajeni çmim stabil subhanallah. Nëse shitsi dhe blersi merren vesh që nëse artikulli ka ndonjë mangësi, artikulli nuk duhet kthyer nëse ka mangësi. Më thonë nëse shitsi e blersi mirën vesh, apo artikulli nuk duhet kthyer nëse ka mangësi. Është detyrim të tregohet mangësia e artikullit dhe sasia e tij dhe është e ndaluar të fshihet. Bile, nëse subhanallah, Allahu subhanahu hu bereqetin nëse shet diçka edhe çfarë
edhe nuk ja u tregon njerëzve, përkundrazi bile betohesh malli jema kështu e kështu, duke rrejt, duke gënjy ta hub Allahu subhanahu wa taala bereqetin në të mall. Dhe ki kujdes kur e shet një mall të caktuar. Gjithashtu ka të drejtë të kthej nëse e bëjnë marrëveshjen me kusht në të gjitha marrëveshjet, edhe nëse ku asgjë. E rëndësishme është marrëveshja me qenë. Ai cili blen thot ndonjë artikull, thot nuk lejo ta shes atë derisa të jetë i plot në duart e tij. Më thonë, ti me shit një artikull që se ki pronë tonde, apo për mja mshjellë rrugë, dhe më thonë, gjdo manipulimi, shkak për këtë është se frika nga mos dorëzimi, shkak për këtë është frika nga mos dorëzimi i artikullit, e posaçërisht nëse e di se do të fitosh shumë. Më thonë, për shkak të manipulimit mallit, atër është mirë me pas, dhe më thonë, në pronësi. Pastaj, nëse shitësi dhe blerësi nuk caktojnë kohën e të drejtës për ta kthyer artikullin, veprohet me rregullin prej 3 ditësh. Bukur. Tash e kemi kaptinën e kamatës, disa pika, po i potencojmë. Alkimia është haram sipas shehut dhe është më ndaluar se kamata. Çka është alkimia? Dhe si shtash, alkimia që e ka ndaluar sipas shehut Islami Ibn Taymiyes është shkencë e rreme e mesjetës, që synonte të zbulonte të ashtu quajturin gur filozofik, çuditëbërës, me anën të cilët kujtonte se do t'i shndronte metalet e tjera në arë dhe argjend, se do t'i shëronte smundje, do t'i ripërtërinte e do të zgjaste jetën e tij. Periudha parashkencore e kimisë. Më thënë kjo kështu, normalisht kjo është e ndaluar sipas Islamit. Ndalohet blerja e librave të cilët ta mësojnë atë dhe ato libra duhet humbur. Domethënë ta mësojnë këtë alkimin. Lejohet shitja e tranguj kastraveca që ju thonë, së bashku me rrënjët e tij edhe para se të piqen. Po ashtu, nëse arën e marr me qira, e godet ndonjë dom, ndonjë smundje, po themi, atëri bie çmimi. Sipas Imam Ahmetit, prishet marrëveshja, pra një lloj si rrënimi i shtëpisë. Tash e kemi blerjen sipas porosisë. Nëse shitësi merr përsipër, ti sjell blerësit një sasi të caktuar deri në një kohë të caktuar, dhe nëse ai nuk ja sjell atë porosi deri në kohën e caktuar, atëherë i ashet atij me një çmim më të ulët. Kjo shitblerje është e vërtetë. Domethënë, nëse nuk ja bjen në kohë të caktuar, atëherë ja bjen me një çmim më të ulët. Kjo shitblerje lejohet nëse porosia e porositur është pronë e shitësit, përndryshe nuk lejohet. Që shtam nëse në pronësi nuk e ka mallin, atëherë nuk lejohet me shit. Lejohet të merret borxh buk dhe të kthehet po ashtu buk duke mos e matër. Pra, duke mos pasur qëllim fitimin. Lejohet të kushtzohet që bukët të jenë të njëjta, të plota, nëse borxhi merret nga një vend i ndryshëm. Lejohet po ashtu dhënia e sendeve borxh që shfrytëzohet dobia e tyre. Më thonë, ka gjëra të ndryshme, ka lete të ndryshme, apo? Pastaj thot, për borxhin e caktuar, në kohë të caktuar mund të shtyhet koha e kthimit, o normalisht ka shpërblim të madh. Garanci për një çështje pranohet me çdo fjalë që ka domethënien e saj për qëllim. Për shembull, martohu se unë kompenzoj mehrin gruas, apo shite se unë ja jap të hollat atij. Domethënë nuk ka problem në këtë gjë. Është e ndaluar, thot, të dëshmohet në marrëveshje të ndaluara. Dhe për fund e kemi kaptinën e pengut, thot lejohet të lër peng pasurinë e tij për tjetrin, dhe deri në takimin e radhës me kaptinën e marrëveshjeve, është pak më e gjatë dhe nuk deshta mi hi. Pastaj kemi kaptinën e garrave, kaptinën e uzurpimit, e kështu me radhë. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.